2 persona janë arrestuar nga policia e Vlorës, ndërsa një tjetër është proceduar penalisht pasi shpërndanin kartmonedha të falsifikuara. Në kuadër të operacionit të koduar Fake Cash, është bërë i mundur ndalimi i shtetasve Jurgen Tërpo, 25 vjeç, dhe Bledar Sulko, 35 vjeç, të cilët siguronin eurot false, ndërsa 24 vjeçari Trifon Kiço i fuste në treg. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, ushtronin aktivitet të kundërligjshëm të shpërndarjes së kartmonedhave të falsifikuara në qytetin e Vlorës. Gjatë operacionit u sekuestruar në cilësinë e provës materiale një shumë prej 2550 eurosh të dyshuara të falsifikuara, në prerje 50 dhe 100 euro. Në drejtimin e prokurorisë së Vlorës, vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të paligjshme.